Besoj që edhe pse jemi lojtarë të ri kemi kalu, domethënë kemi luajtur shumë ndeshje të mëdha si ajo me Azerbajxhanin, play-offi me Izlandën, kështu që pak a shumë kemi eksperiencë në këto lojna. Unë përpos që jam krenar që jam kapiteni i kësaj ekipi që nesër do e loj finalen historike për kombëtarën, kështu që jemi qetë, kemi një atmosferë jashtëzakonisht e mirë shkëlqyer në kampe dhe nesër shpresojmë shumë në sukses. Thash edhe më herët se jam në kështu si emocionalisht, por një ndryshe se unë kam qenë 8 vjet atje, jam formuar si futbollist atje, kam shumë respekt për shtetin e Turqisë, për ata lojtarë që kemi qenë edhe bashkëlojtarë dhe kundërshtar në shumë ndeshje. Po nesër është ditë ndryshe, është ndeshje ndryshe, është çështje kombëtare, është çështje shteti, kështu që nesër në fushë, domethënë mrena vijave fair play, domethënë me kufizimit, unë do e vazhdoj të respektoj kundërshtarët, po do e bëj mos për me arrit fitoren si shtet edhe më kualifiku në Kupën e Botës.